Allahu shpëlbetosh pyetja tjetër. Selam aleikum hoxh. Si e vlerëson Islami fenomenin e përhapur sot të zbukurimit të tepruar dhe zhveshjeve së grave në publik ku dalin me veshje që nuk i përmbushin kushtet e hijabit islam? Cilat janë rreziqet dhe pasojat fetare dhe morale të kësaj dukurie në shoqëri? Dhe a ka paralajmërime në Kur'an dhe në Sunet për dënim apo pasojat e kësaj sjellje në botën tjetër? Allahu trujt. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dy grupe ose dy lloj njerëzish që në prej banorëve të xhenemit nuk i kanë pa hala për shkak se s'kan qenë prezant kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për tyre ka thënë njerëzit të cilët bartin në duart e tyre diçka që u ngjan bishtave të lopëve dhe me atë ose me ato i rrahin njerëzit. Dhe dyta janë gratë të cilat ecin të veshura, por të zhveshura. Të veshura, por të zhveshura, komentatorët e hadithit kanë thonë në ato të cilat veshin rroba të ngushta ose veshin rroba të tejdukshme. Ato i kanë rrobat, por nuk i plotësojnë kushtet shariatike dhe kushdo që vesh tesha të ngushta ose të tejdukshme nuk i ka plotësuar kushtet. Dhe kërcënimi ose paralajmërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zjarri i xhenemit. Wallahu a'la wa a'lam.